Lideri i qendrës së djathtë në Gjermani, Friedrich Merz, nuk arriti të marrë shumicën absolute të votave në Bundestag për të konfirmuar si kancelar i vendit, duke hapur rrugën për një periudhë të pasigurt politike në Berlin. Në votimin e zhvilluar të martën Merz mori 310 vota, 6 më pak se minimumi prej 316 që kërkohet për të marrë drejtimin e qeverisë gjermane. Presidentja e Bundestagut Julia Klöckner njoftoi menjëherë ndërprerjen e seancës për t'i dhënë kohë partive të konsultohen mbi hapat e mëtejshëm. Kjo goditje vjen vetëm një ditë pasi CDU, CSU dhe Partia Socialdemokrate arritën një marrëveshje koalicioni me gjithse SPD. Regjistroi rezultati më të dobët në historinë e saj që nga lufta e dytë botërore, me vetëm 16.4% të votave. Megjithse konservatorët dolën fitues të zgjedhjeve të shkurtit me 28.5%, ata nuk arritën të siguronin një shumicë të vetme dhe mbështetja nga partneri i ri i qeverisës nuk rezultoi e mjaftueshme në këtë fazë. Alianca e udhëhequr nga Merz ka premtuar se do të rivitalizojë ekonominë e vendit të goditur nga rënja e prodhimit dhe pasiguria globale, si dhe të rindërtojë ushtrinë gjermane përballë kërcënimeve në rritje dhe dobësimit të lidhjeve të sigurisë transatlantike. Në një klim të tensionuar me Shtetet e Bashkuara, Merz ka theksuar nevojën për më shumë pavarësi strategjike, ndërkohë që presidenti amerikan, Donald Trump, ka vënë në dyshim angazhimin e Shteteve të Bashkuara ndaj NATO-s dhe marrëveshjeve tregtare me Europën. Një tjetër sfidë e madhe për qeverinë e ardhshme do të jetë frenimi i emigracionit të parregullt dhe përballja me rritjen e Partisë Radikale të djathtë Alternativa për Gjermaninë, e cila u rendit në vend të dytë në zgjedhjet e fundit. AFD-ja është cilësuar si një grup ekstremist i krahut të djathtë nga Shërbimi Gjerman i Inteligjencës së Brendshme, një etiketim që ka shkaktuar përplasje të ashpra politike dhe ka shtyrë partinë të ndërmarrë veprime ligjore kundër autoriteteve. Ky zhvillim ka shtuar më tej tensionet në skenën politike gjermane dhe ka vënë në pikpyetje stabilitetin e shumicës së re parlamentare.